Mbretëreshat e bukurisë. Fotot më të bukura nga gratë më të bukura. Fotoja e parë. Gruaja e cila e di përmendësh librin e Allahut dhe dispozitat e tij i nxjerr në vepra. Fotoja e dytë. Gruaja e cila për model dhe shëmbulltyr i merr gratë e shokëve, sahabijet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fotoja e tretë. Gruaja të cilës nuk ja tërheqin vëmendjen thirrjet e ndryshme për ta zbuluar trupin dhe larguar mbulesën e saj. Fotoja e katërt. Gruaja e cila i respekton prindërit dhe ja jep hakun gjërave në të gjitha sferat. Fotoja e pestë. Gruaja e cila i respekton burrin e saj, e respekton në çdo gjë që nuk e zemron Allahun e madhruar dhe atij i bëhet shok dhe përkrahës. Fotoja e gjashtë. Gruaja e cila e ndalon veten nga gjumi i ëmbël, që të qëndrojë para Allahut në namaz dhe të kërkojë nga ai shpërblime dhe mirësi. Fotoja e shtatë. Gruaja e cila agjeron nafile, duke kërkuar kënaqësinë e Allahut dhe dashurinë e tij dhe bekimet e tij. Fotoja e tetë. Gruaja e cila e mbron gjuhën e saj dhe nuk merret me të metat e njerëzve. Fotoja e nëntë. Gruaja e cila nuk e shikon atë që e ka ndaluar Allahu. Fotoja e 10. Gruaja e cila flijon pasurinë dhe familjen dhe shpirtin në rrugt të Allahut dhe të ndihmësës së Islamit. Këto janë mbretëreshat e mrekullueshme të bukurisë në dunja.